stërgji, po shkoni ju atje, ku s'ju do asnjeri. Kosova po qan, Kosova po thre, bie mos më lini, të mjere të shkre. Parinin që kemi, edhe vendi është i kohë, tani edhe dasma, po i bëj me lo. Kosova po qan, Kosova po thre, bie mos më lini, të mjere të shkre. Tash po vjeshi, është ngrisur qielli, nga lotët e mi, nuk po ngro dielli. Ktheu moj i rini, nëna po thëre, kur Kosova lot më mos të ble. Tash po vjeshi, është ngrisur qielli, nga lotët e mi, nuk po ngro dielli. Ktheu moj i rini, nëna po thëre, kur Kosova lot më mos të ke. Kur Kosova lot më mos të ke. Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Sot me mu është një ndyshe e pandashme, sa që edhe malit i kanë hi bashk. Kështu që kush tjetër pos Drenica bashkë me Durimin. Përshëndetje. Se s'po di ka me këshyrë, dhe që si mësu me ka 2 vetë. Qysh po kaloni mas parit ju viti, kështu si fillojmë, edhe faleminderit që pranu ftesën të pas parasysh që Ramazan, edhe këtë jena pak si në gjumë, kështu që qysh ka lutë sot, qysh ka ditë për juve. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë gjithmonë me ty bashkë. Mirë, veç hëngrëm iftarë dhe direkt të detemi. Kështu që apo haxhironi të dy, tha? Po. Cilin e keni shtiq këtu? A jeni kon të haxhiru dhe kur e njoftu? Po, unë jam pak më i rritur me moshë se Drenica, kështu që I bjem para me që ka ka para kësaj kam haxhiru, kështu që që sa ku u bo që moni Ramazan, kështu nëse e moni men, ose a dhe si fillim eshtu se si fëmijë që na konë që kena pas qef me haxhiru, dyqysh edhe vetë s'na kanë lënë, kanë kanë preshë se bëllë ka ora 12 çote. Shkollë fillore që ashtu edhe unë kam haxhiru deri në orën 12, mandej e patë më shty edhe pak deri ka 12. Edhe po më duket mandej se di prej kur jem pjek. Kem fillu tani me haxhiru komplet. Që ky Ramazan i fëmijëve gjithmonë deri në orën 12. Tani kur na rrit na kanë lënë me haxhiru deri në fund. Drenis për ty që shkon. Nuk e maj men asë prej kur kum fillu dhe që di që këgjo herët kum fillu me haxhiru, edhe kjo pjesa e 12 që po do në kum përjetu. Është e pamundur më kanë të jetu në Kosovë dhe mos për përjetu që të kohën e 12. Ose më thonë të kena thirë për s'ka dojë Edhe që ajo konë syfer. Pse nesër me mëse se më keni thirë, ose t'ka dalë gjumë, ke thonë s'po du. Thoj që s'po du bashkë. Cilin e thërën e po më interesant, syfer apo rreni deri në syfer qutë kështu? Unë e flej, unë jem të gjumashe, Durimi rënë shutë valla. Këta e thirë nona vetë. Mu më thirë alarmi. Shpesh. Po edhe shumë shpesh rrit qutë kështu. Deri në syfer. Që ty ku ti ka me bo dhe bukën për më toket? Gjithmonë ajo është, edhe kur jemi bashkë unë e gjithë e bëj bukën. Oho, e iftarin, Drenis, te akë? Iftarin, syfyrin, drekat, darkat, gjithmonë Durimi. Është shumë i mirë në kuzhinë. Aha, okay. Edhe ja lozën dorë tina. Kështu që pipika kjo pjesa pas ka me... Sa i përket dreka, darkave dhe gjitha ushqime mi kalon në dorë mu. Mhm. Ose përgatiti, ose I paguj dikon. Se
edhe ka të sjellësh më dikat. Gjithmonë e kom me I kena morë me marrë to. punë, ky përgatitur në fshi. Aha, okay, Po, se zakonisht më duket jam pritur me la ent, kështu që ma let vjen ty me la me Po. fshi, kështu që ky vesh e bambuken. Po. A bën kështu rrmuj kuzhinën mbi lekat e bambuken? Po. Po valla, shumë bele. Edhe unë duana mi shku mrapa gjithmonë. Dore mo. Po ti është. Korre qatë. Kështu që po m'pëlqen, tamam, e pas Shpesh të herë dëgjoj në më përbashkët. thotë edhe situatë e thash tash. Unë që tash Shkolli sa pesha- ke mos mu përzime dhe me. Unë Okej. që tash për vej tamon që është e pak knoqën që unë bëj rëmuj, kështu që publikisht po heki dorë pi kushin. Jo. Ma e sa kime me duru me ta bo një grumullen. Për vej dhone që kokna pak tu gabu, kështu që po ta lotë, s'marrem që me qenë. A është me Me ushqim qenë si e ma e kujdeshme. Nuk kisha thonë më malon mu se mbet pa hongë. Cili është me ushqim që e bën turimi edhe që për një me atë pëlqen, kështu dhe i thush sa ma shpesh me buq atë ushqim. Krejt, unë po të thëmë që shumë i mirë në kuzhinë, i bën krejt mirë, po mu më pëlqejnë pastat shumë, edhe durimi e din që më pëlqejnë mu shumë edhe bën shumë shpesh, kështu që pastat. A del me bolla ushqime tradicionale, a veç qëtu? Nuk e ke pati dur të mbrëm. Të të lu. Au. Të thonë i ka hijet hollësa. Po. Super, ti do më thonë, na i san ka kuzhina nuk din, ja pas ke dorëzu komplet kuzhinën. Ti, po më ka rastru pak Me durimi mamu edhe. nuk ka pak din në kushin. Për shembull, çka bën trenica, diçka që ty të pëlqen, bro? Ku sa shpesh po mbjen me përmend që 4 vite që një halajëm të lypë me gjithë, a ka diçka që se më pëlqen. Që kjo ka shumë e mirë, ja, që kjo ka shumë e mirë. Kështu që përmbyllëm që të pjesë që to lali ushqimet tona është se kena hongër, dyqysh e na ngima si iftari, e po kalojnë atë një pjesë tjetër, po kalojnë atë në gjitja e maleve dhe po është që ato maja, kështu që direkt po lidh me anë që thoni herë, se po besoj që kjo është edhe çajo që ju ka lidhur juve dyve bashkë, ka bëu juve bashkë përveç muzikës. Po, përveç muzikës edhe mali na ka lidh, po to që po ishin këto është llogaja e klubit ton. Klubin e kemi hapë bashkë me durimin tash sfundi, nuk është se e kemi hapë shumë atë. Një vetë ka bo. Një vet i ka po. Gati. Gati si pas ka bëra. I pas ka marrë konta, Tani s'ka pak po din. po ti me volja dhe ka pak. Ruhen dhamë, mas pidel në një. Për me hap klubin, ideja ka qenë e durimet. Normalisht në kum pas qef gjithmonë me hap, por nuk është që e kum marrë guximin. Nuk është lehtë me hap një klub edhe me marrë një grup njerëzve me çun marrë, është shumë përgjithësi. Edhe pse kum bo shumë trajnime, certifikime në këtë pjesë, prapë nuk e kum një vetë në gatshme, po durimi ma ka dhënë një shtymi ashtu me thonë që duhemi me hap në fakt, edhe me u tregu njerëzve bukuritë e Kosovës. Emrin e klubit e ka lënë durimi. Pse maja, pra? Qa përgjizet kësë këtë? Që përgjigjet ky zotnia, për çka ka lënë? E përshkruar mirë për sa të. Okej. Në Maja ka fillimisht si klub i Garall, na kena marrë pjesë në gara, e mi konë disa djemë dhe vajza, fillimisht kem garu në garat vrapime malore, mandej kem fillu edhe gara disciplinat ndryshme, të nëse fundi me Drenice nuk pajtum që ma në fund për bujmë edhe klub alpin. Emrin Maja unë e kom pas kështu si ma herët, si emër edhe ju ka përshtat shumëve se kuptimi i Majas është, faktikisht Maja ka disa kuptime që një populli, ka hyni grek, është një fisë ndërmat lashtit Maja, po na e kem prej kuptimit indus, kuptimi indus është iluzion mbi të bukurin e natyrës. Me fjalë tjera që i bjen kjo, nëse ti mbyll sytë edhe krijon një iluzion ma të bukur që ka shet në natyrë, një pamje ma të bukur në natyrë, indus të quajnë Maja. Aha, okej. Kështu që na e kemi mendu që ashtu, kur ti i mbyll sytë edhe mendon diçka bukur natyrë, që ajo është Maja. Çajo është Maja. Po neve na përkon edhe me majat në gjuhën tonë, që faktikisht është puna që na bujmë, arrit në për maja, kështu që ju ka përshtat shumë mirë edhe...
Po më Asocian intereson. shumë mirë me qatë punën që e bujmë. Super. E përkufizove shumë mirë, kështu që mira pa drenica, që te e përshkruan shumë mirë këtë pjesë, kështu që po më tregoni pak sa është e vështirë me ju ngjit malit, sa është e vështirë me ju ngjit majeve, çush edhe e përmendni durimin. Drenic, po filloj me ty se t'la pak kështu pa fol, po fol. Jo, s'ka lidhje. Kisha pas shak kësaj radhe me fol durimi pak më shumë, se zakonisht në për intervista më do këtë vetja që më fol më shumë, kështu që... Edhe Po, më këto. për veti. Unë nuk o që Okej. foli shumë, po unë foli shumë ka dale. E tani del magat. Okej. Nëse më pyet personalisht për ngjitjet, do të thonë për arritje personale, normalisht ngjitje në bëjmë shumë qef, se cila ngjitje ka atë nacinë e vet, është përjetim krejt ndryshe. Po nëse më pyet për klub, është krejt ndryshe mandej. Se kur ec me klub, ki përgjithësi pak më shumë edhe me një fjalë harron me u kënaq për veten, nuk është që kënaqesh shumë, se të në kohën një që po shkon grupi, apo mundën me u ngjit krejt, është gjithçka në rregull, edhe shpesh herë po kena gjë me ec vet, me lën pak klubin edhe me hecit vetë për çefin. Po kena vendos me hap klubin edhe normalisht që duhemi me qenë aktiv, jemi aktiv në fakt, çdo diele nëpër majët të Kosovës, nëpër Bjeshk, mundën me na gjendë rrjetet sociale My Helping Club për këtë ata që dojnë mu bashkangjit. Edhe po më fillestart kur po vinë zakonisht e kam problem pjesën e pajisjeve edhe nuk din çysh me ardh çka do të më pas me vete e krejt këto sene, kështu që mundohemi me ju tregu pi fillimit se çka është e mirë, që mos më marr informata të gabume. Zakonisht edhe gjatë ecjeve marrim edhe disa trajnime në ecje specifike, se ka ecje edhe për fillestarë dhe për alpinist që janë profesional. Kështu që në klubin tonë jemi 6 guida, se cili ma i mirë se tjetri, po them kështu Pa modesti. Janë njerëz certifikum, të licencum për përfshi vetën. Kështu që mundohemi me ju servu njerëzve çka është më e mira mbi, se nuk është mali nuk është hajgare, po e shohim që ka aksidente her pas here, edhe mundohemi me i përgatit që mos më ndodhë diçka e tillë, edhe njerëz që vinë me neve me qenë sigurt, me uni rahat, edhe më kënaq. Ti e përmend për fillestar, edhe më pëlqej se çuçi the, nuk i din ashta përgatitje, se din çka duhet me marr, çka duhet me vesh, çka duhet me marr. A keni një rast interesant që ju ka ndodhur me një fillestar që ka ardhur ashta patika ose në puma, që shka të fol më herë. Ata me gete. E kam parasysh. A pillosh i gete dhe jo a? Ka ndodhë, që të në patika, në formirë, ka edhe pse na në gjitha postimet që i bujmë lajmërimet, i shkrujmë edhe çka duhet me pas me veti, edhe çka preferohet edhe me pas në çantë, edhe çka me vesh, po ka disa që nuk i lexojnë ashtu mirë, edhe nashta edhe kanë mungesë, mandej tentojnë qashtu me bu, po ashtë si kemi plot. Po një rast shumë interesant që na ka ndodhur ka qenë tash në Dimen, edhe na ju thoj me marr gete. E getet janë ato që nohen prej këpucave edhe mbulohet pjesa këtu ku mundet me hybora dhe mos mbulon koma. Edhe tash një vajzë që ka ardhur fillimisht me neve, i kemi thonë me marr getet, ka thonë po s'ka problem. Edhe tash u erdh koha me hin borë, edhe dikush po thotë unë s'kam gete, a ka dikush dy parë, ajo fillestarja u lajmëru, tha unë, tha i kam dy parë. Okej, ja bën me na hap, edhe ku i nxjerr gete kësi. Hellon. Qa ta dhe thave, po ta parasysh që ka pas grillonke. Edhe qysh ka për ju vajnis me kesh komplet. Unë nuk e kum po më kanë tregu këta, edhe menova që këta e të bëha i gare, më thanë ç'shto ka po, thash nuk e një të bëha i gare, se s'po besoj. Tregun që nuk kanë qashto dhe ke shumë interesant. Po mandej, veç e kanë informu, po më do këta. I kanë tregu se çka janë. Gators janë anglisht, në fakt, gators, në shqip nuk e di nëse ka fjalë adekuate, më thonë mbrojtëse pe i borës, ose s'po di, po zakonisht bishkatarët e përdorin çështo si gete, edhe ajo e ka keq kuptu. Nuk është që ka lyp informata se çka është, ajo na ka bind neve që ajo veç e din çka është, edhe kemi mendu që... Edhe vazhdo me gete. Apo super që ka ndodhur se ke shumë... Po dhe se ka që si raste në ashta që për një me i bojnë. Disponoj komplet grupën që dhe Halana disponon kur e kujtojmë si rast. A ka njerëz të interesuar për shembull që e vreni që ju shkruajnë çdo javë njerëz të ri për ju bashkangjit juve?
Po, ka shumë kërkesë. Tash dimrit pak ma pak, krejt kjo puna e mungesës pajisjeve, se në dimër duhen pajisje pak ma shumë, normalisht edhe çanta renohet pak ma shumë, kështu që verës mundet me pas ma shumë, dimrit ma pak. Po edhe na kujdesemi që fillestarët që dojnë me ardhë, edhe pse kanë dëshirë shumë me ardhë, nuk i kanë pajisje që po dhe durimi mundohen me çato pajisje që i kanë me u bashkangjit, po mundohemi me ju tregu që nuk lejon e vetën me arë në verës, mos hajdi tash se është rrezik. Normalisht na thojmë, e kena një fjalë bishkatar që thojmë nuk ka kohë të vështirë, po ka pajisje të këqija. Kështu që pa pajisje, sidomos dimrit është shumë problem edhe i bën vetës shumë dëm. Kështu që qysh e tha durimi, na gjithmonë sa herë përshkruajmë aktivitetin, tregojmë çka duhet me pas me vete. Kështu që ndodh edhe nëse disa prej tyre kur vinë me u bashkangjit, nëse në mëngjes kur vjen krejt, e shohim që nuk është në rregull diçka, edhe në mëngjes e kthejmë. I thojmë nuk mundesh me ardh, më vje keq, po përgatitohet javën tjetër. Po, se mundet me kanë diçka fatale. Është për të mirën e vet. Po. Po, okej. Mu më intereson një sen, kështu bashkë mu po më intereson. Për shembull njerëz që janë pak më të plot, e kanë problem me ecë. A ka njerëz që janë pak më të plot, po kanë qef me ardhmë se po ngjyçu dhe që. S'kisha thonë. Unë më lej çto. Jo, nuk kisha thonë, ka pas raste kur hiç nuk na ka dukë që mundet ka qenë në bagi i plot, po kam rri për para krejtve. Para juve. Po. Mbaret se disa të fizika kanë nashta peshë pak të shtumë, po masën muskulare mrena peshës e kanë shumë të fuqishme. Do të thonë nuk ka rëndësi pesha edhe Jo. për ta. Ai mirë është me qenë trupi fet, se ajo i bjen sado që i ki masën muskulare të fuqishme, nëse ki peshë, i bjen që i ka shtënë edhe diçka në shpinë me zarë. Po, sa janë që ato, Diçka rëndë. se e përmene peshën e çantave, të e përmene edhe në fillim, se qysh janë ato pajisjet e krejt me vete gjithë me marë, a ka njerëz që veç nuk mundën me qullë dhe dërzohen gjysë rrugës, sa ka pas raste tilla. Ka që ju vjen vështirë, shumicën e raste i kemi do që bajnë të ngropë si qifti. Do me thonë këta që s'munën me bajt, i bon ti. Zakonisht Edhe Alilin e kemë mos. Zakonisht fillestar mbi ngarkohen. Menojnë që kanë le dek unë edhe e mush në çantën, ashtu e stërmushin me Marketin me ushqime. vetë e marrin. E donë në fillimet mia im kanë qashtu, do të thonë kam menu që kam e dek unë atje, s'ka markete, s'ka ku blej edhe mes, po jo. Zakonisht gjatë ecës preferohet me hangër sa më pak, më kthem normal ma shumë, ujë me pi sa më shumë. Mundohemi qëta me ju thonë njerëzve të ri që mos me ngarku shumë çantën se me pas mas lehtë, se tani normalisht ajo e ngadalson e lodh dhe tani duhet me bajt durime. Për ta. Po po ju tregojnë paraprakisht ç'a është e nevojshme me pas, ato sende tjera që nuk janë domosdoshme mundën edhe ka pak më reduktu. Jo përmend edhe pjesën e ushqimit. A ka një ushqim që duhet me konsumu kur e bëni ecjen? Po, çka të pëlqen më shumë. Apo për shembull Jo. Në ngjitje është mirë mos me rëndu shumë në lukthën edhe sistemin tretës. Se mandej ki probleme frymëmarrje, po mendoj jo problem të madh, po ki vështirësi në frymëmarrje dhe mandej vjen te lodhja më e shpejt. Mirë është ka të ngjitesh ndaj snack, si ndaj çokoladë, vogël me proteinë, ndaj sen kështu, edhe vazhdimisht ujë. Po edhe ujë duhet me konsumu kapak. Që mos me konsumu për herë, se edhe ajo mandej shkakton ndryshim temperaturës lukthit, çrregullim të ritmit. Jo, edhe dyqysh edhe doktor me një farë forme dyqysh. Apo jo smohet në e kështë rrugës e në herë. Kjo e përmeni ma herë trajnimet ato. Çfarë ti ka kalu ti? Po, në trajnime na përpos me madh kuaj nuk e na mësua lakre të senët tjera. Super, ko ka mirë është. Atë lojnë atash. Na pjesë të trajnime dhe pjesë përgatitje për me qenë guide dhe me udhëheq në mal, i kemi edhe ndihmën e parë. Na secili për guidave kemi qanë ndihmën e parë që i ka preja dhe në zhesh që thojnë nëse dikush ka nevojë për asistencë dhe ndihmë parë, na jemi në gjendje secili për neve mi jep, edhe i kemi krejt mjetet me vete. Kështu që është dashur domosdoshmë mu trajnu çka të vynë. Çka të duhet. Çka të vynë ajo. Kështu që super. Edhe çka të ndodh gjatë ecjes. Kur si dihet? E që kështë të tregu me përfundu mos me dalë për kontekstit, është mirë me pi ujë kapak, edhe me hongër në snack të vogël. Mandej kur të ngjiten majet, nëse o koha mirë, aty e bëjmë një farë mbledhije. Edhe
se cili mundet më hongër që atë donë, mandej se zbritja Është ma e lehtë. Unë po du me pyet, a jeni njoftuar mal, a jeni njoftuar muzik, a ku jeni njoftuar? Çka ju bëni bashkë? Se unë thash nuk i don as mali, as bjeshka, as kur gjuhë, po çka ju ka bashku, qysh jeni bu bashkë? Po unë e kom thonë gjithë që ta qysh jena njoftu, prej anës teme, hajtë po kom qef se të drejnë se fengu. A që shumë përshkru drenica? Kjo njoftimin tonë. Normalisht muzika na ka bashku, përmes muzikës jemi njoftu. Më kanë ftu me një televizion, me një emision Musafire, edhe durimi ka qenë atë pjesë e bendit të atij emisioni. Edhe pata me bu një kongën fillu më pak na me diskutu për kongën, për muzikë. Shumë mirë. Ti për mërshë vetë, pas ka nevoj me ta ofru heq, shu që ofreja bilet drenicës dhe pëmdo kësa pive ka morre. Qito të lirit edhe prej që ka bu bombona, këtë nërë më ku ndonë kështë të lirit, qëtë mi ka kohë. Okej, faleminderit. Shumë mirë, ta është diri sa... E pse të kuqe? Qfar pyti? Që kjo ke pytjet. Kështu që diri sa ti përfundoni, unë e përnojnë në pyjë këqyri që shto dhe përmenejnë a i kongë se cilën një shti me kënu që tash. Nuk tregova harot që jemi njoftu. Po, thash ka i të qikë më të Atë shkon pak me okej. Po që ata dhe kjo pas ka morë të kuqës, të ka me full për dashurin. Po, i thash pse mora të kuqa Së më ka dorë, vëllam. Po thumë që shto nuk e ke dasht në fillem, të kalun për shtypje në njësan. Jo. Adin qysh. Po, nuk është që e kemi pa nashtë një tjetrin me qatë ide, me qatë sy. Po me në energjinë e kemi pas tash tregoj pi fillim. Për të shumë marë Edhe une, mas e kumbo... Edhe miro, si është. Ti nuk jetë më lanë me por. Ishtë dashda me të regu që është pe uja më matë mirë. Jo ti o bu marketingun shumë të mirë. Jo shumë falenderit, Në në zonë të të s'kina Më të regoj që më pëlqen. Jo, a e merr me vete këta që tu jene mirosit kur ngjitesh? Gjithë. Thoj ti po. Gjithë. Jo, për zotin po, që të marrë ujtë mirë as me vete. Po vjen mirë, kështu që besoj kena na uj me vete, t'ja japëm një komplet. A pëlqen çikën me fol sot. A moj? Okej, faleminderit. Unë kesh mësafer diskutuam fola, kështu e pata dhe më bo një kongë. E bona dhe kongën edhe ju kisha për që këtyne si e band që shkum kënduanën, edhe pse këta kanë qenë pak skeptik, se si mësafire e re, kush po vjen këtu me knu e kështu, se pak këta muzikantat pritojnë me këta këngëtarë të rije kështu. Edhe, po unë i kum befa super të mirë, edhe s'po du me zgjatë shumë, zgjatën këta më pas mu pjesë bendit. Më ftu mu, fillova me punu në atë si pjesëtare e bendit, këngëtare. Edhe nisë me durimin me pas qëtë energjinë shumë të mirë bashkë. Pjesa tjetër e bendit kanë qenë dhe shkoregë me thonë kështu. Normalisht me durimin ke një farë dallimi me thonë i raportit ashtu. Edhe po, në fillim jemi kanë vishë shokë shumë të mirë. Mandej e pash fillova me ndjek në rrjetet sociale normalisht, edhe pash që durimi edhe kish dalë mal ma herët, po që kote fundit s'kish dalë, edhe tash unë janë njësa ma abetit që të kum pa që e dalë male, pse tash s'po dalë. A për bjen kështë të teke në ku se para? Po. Okej. A për që bërë edhe qika me herë? Po kjo s'u ka gurgjë. Po e lidhë këtu se durimi zakonisht e përmend, se tham fillim që e përmend kë, po unë e kum tërhek mandej prap durimin mal, i kum thonë apo vjen me ecë me mu, se dhe më merrna me mal, ka fillu marrë me ecë me mu, mandej fillum që shto këtë sanet mi bo bashk, në punë eshëm bashk, fillum edhe malim bashk, edhe normalisht ajo energjia, kimia, këtë sanet. Ku ka i momenti, po më intereson që tha adin po jam të ndje diçka dhe nuk është veç me dalë mal edhe veç me kënu bashk. Jo, normalisht s'është ajo, po ku ka i momenti. Me thonë që e kom një vetën shumë andryshe edhe nuk e kom dit as qa ka ndodhë, është kanë qaja, dhe që atër e kom dit që diçka ka ndodhë, po si më të e dit qka ka bëhë qëto. Po fundoj e ti kitë zhelën e lirit që ta adoraj durimi, unë e përves durimi pëse tha që më fillim nuk është që më ka dasht. Ose që tha se më ka dasht fort. Paj... Qa kjo pytje? A pe do një zhelë bombo?
Ajo ke Qashtu bre. ajo ke Përmeni shtu tjera që armi po përmen. Ajo ke pak me ngacmu. Po për një me prej fillimit e kem pas një ashtu lidhje interesant. Po asnjëherë nuk e kem mendu që me përfundu që shto. Jemi ofru ma shumë se në fillimisht e kem pas atë respektin e ndërsjellë, edhe kemi respektu atë që me thonë pjesën private të secilit, edhe kemi vazhdu me punën, jemi bu shok të mirë. Na ka bashku muzika, se të dytë kemi pas mundësi edhe me këndu, edhe unë e kom qenë edhe instrumentist, edhe ka pas shumicën e raste që kena bu muzikë o koni nevojshme veç me një gitarë, mandej unë edhe i kom ra gitarës edhe kom këndu, edhe kjo ka këndu. Edhe kena bu bashk, plus të na pjesa e malit të një farë besimi, kemi bu biseda që e përmendim ka këthy apet malë, se unë me një shok që kom dalë shumë malë, ai pa të ndru jetë, fatkeqësisht, edhe mandej unë e kom lonë malin prej asaj. Drenica mandej ka bisedu me mu për këtë punë, më ka kthy edhe njëherë malë, jom kthy, e kom gjetë besim ta mas sa vjetëve, edhe to na që ashtu u afrum. Kështu që nuk pas na nevoj me thonë Se pashtëni nuk më ka dashtë. Kjo puna e dashnisë, ndryshimit raportit, po menoj vazhdimësisë raportit mirë dhe shëndrimit në këta edhe në përpos kolegialitetit shoqënisë së krejtëve, edhe në privatësi, me botët përbashkët, ka qenë shumë vonë. Parimisht njerëzia neve na kanë bo bashkë edhe na kanë pa bashkë kur as na se kemi ditë që për një me. Që për një me kokën për një tjetrin. Ju e përmendë dhe pjesën e kongës, edhe në veç përdu me vetë, a ka pas në e kongë nëherë që e ke knu, edhe se një konë bashkë, po e ke ndje që jetë e knu për durimin. Ose në ndërresht, në rresht të konë të da. Si na konë bashkë të kemi lidhje. Po, se si një konë bashkë. Thuj se ke kongë. Kjo më pas ka pa dosh, nuk pas ka pa kalcu. Të mojtë për Apo vetë. ti që të tharë se më ka dosh, fillim. Po të pas ka dosh të apeshe. Pas Nuk na është ditë. që të gosh. Nështë ajo na shprej shumë në qëtë pjesë që tha durimi, po nështë ajo muzika, kongët, e kemi ndi ashtu që zakonisht në çdo kongë që e kemi knu të baladat të këto, edhe në përneja, në përmbramje kështu gjithmonë kongët që janë kongë për dashni, edhe kur e kemi pa një tjetrin që shto kena knu në qëtë mënyrë, normalisht që konga ka dalë shumë a mirë, se kom pas ku mu inspiru për kongët. Cila është një kongë, pra një rresht që sa herë ke knu, të ka kujtu durimi. Na i kena një kongë që nuk kisha pas qef me përmend cila është, se e kemi vestonën. Kështu që qatë kongë dhe sot kur e knojune, normalisht që gjithmonë ma kujton durimin prej fillimit që e kom njohë deri tash. E njëjta është edhe për të. Unë pa insistu për atë kongë, a deshe me thonë që kam falë? Jo. Pa insistu, kisha dash me ngu një kongë për juve dyve bashkë, me pa tjetër, nuk kam se qysh të dyqysh zakonisht njerës kur janë qëto që knojnë, këngëtar, zakonisht i kështi me knu të i për shumë juve, do me thonë, se s'pas na unë gjitë, që është të qysh që sa ja kena njës. Kalo një kohë e gjatë, veten e mundo, diku çdo gjë në jetë i fat, e nuk i mjafton. Ende i vet mua, pas nuk them do, në zemrën time të lënduar, falja është e kohë. Vitet s'kan të ndalur, ikin plot me marë, Edhe po të dua unë, kjo zemë nuk të fal. vitet s'kan të ndalur, ikin plot me marë, edhe po të dua unë, kjo zemë nuk ta fal.
Çdo fillim e ka një fund, por asnjëherë se ka menduar, edhe pse u dështëm shumë, ndryshe pas ka qenë e shkruar. Ishim ne që ndëronim një dashuri që s'ka mbari, njëri tjetrit sot I themi, mo as falja s'ka kuptim. Vitet s'kan të ndalur, ikim plot me ma, Edhe po të dua unë, kjo zemë nuk ta fal. vitet s'kan të ndalur, ikim plot me ma, edhe po të dua unë, kjo zemë nuk ta fal, edhe po të dua unë, kjo zemë nuk ta fal. Masi jena të shkjo pjesa e njohjes edhe qysh ka fillu, po më intereson me ditë Drenic qysh ka për ty me shku nuse në Deçan. Tani durimi qysh ka me ardhë antër në Drenic. Prit njerë, me nëse ki vakt. Okej. Unë fillimisht njerëz të Deçanit gjithmonë mi kam prezantu si njerëz tegër. Janë të vështirë, tigrat e Deçanit. Se më bën qash të vështirë. Jo, në shpajti, mirë është. Vazhdo. Po që nuk është atë pak e vërtet. Do më thonë, janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz shumë të butë, janë shumë njerëz dashur. Jo veç pse tash jam bashkë me durimin, po tash që kum hyrë dhe në familje durimit e kum pa që komplet rrethi edhe shoqënia dhe krejt njerëz familjarët e tij janë të tillë. Do më thonë, janë shumë dashur dhe nuk janë tegër që I kanë prezantuar njerëz të tjerë. Edhe ma herët kum pas shoqëni për Deçanit, po jo në qatë mënyrë që me ditë sa janë të mirë ose Sa janë shtira ose sa janë të urtë. Po, do më thonë, për momentet që kum njohë durimin edhe kum him familje të tij, kum pa që për një janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz dashur edhe më kam prit tepër mirë, edhe I përshëndesëm familjen e tyre. Përshëndesëm. Po më intereson me ditë qysh ke tregu të shtëpia. Se dyqysh gjithë cila qik është pak një farë apëten, ase qysh mi kallëzu babit, qysh mi kallëzu në shpesh e kon gjeti Edhe ata e kanë ditë para neve. Jetu I pak se shumë detaje. Edhe nuk është që kemi folë shumë për qëtë pjesë, unë më të rangus në për çdo intervistë. Nuk isha pas qef me folë shumë për qëta, se kom qef me mojtë për vete. Okej, e ka lërë në të durimit të rrështë, qysh u ka doktina, kërë njëftu me ty. Veç, po munda me përmenë që edhe familja jame kanë ditë pak që të kimin edhe që të energjinë me durimin që e kemi pas, kështu që e kom pas shumë të letë me ju tregu, edhe kam prit shumë mirë edhe babja me ka dash durimin për fillimit, kështu që nuk ka ndonjë farë problemi. Kështu që s'do përka kom, se po thu vështirë me folë, s'ka ako në vështirë eq. Jo, po më nëjë vështirë nuk kisha pas qef me përmend shumë shpesh në për intervista, se shumë jënë të na butë çdo pyetje edhe na kena shumë për çka me folë, nuk jena veç me folë për çit pjesën se durimi edhe Drenica si qef, po durimi edhe Drenica muzika edhe mani. Super. Kështu që tash a me kalu me vej durimin që shtu do në Drenic më shku. Jo tash po më intereson, po Bude. Këta janë dalën që të në fush Kosovë. Së më karo më shku atje. Po, nuk më karo hala më shku në Drenic. Jo, faktikisht unë I kom njoft prej fillimit, prej kur jemi ku në shok. I kom njoft, unë kom shoqe edhe Elvirën, motrën e kësaj, shok edhe Halilin, vllaun. Jom koni njoftum I familiarizum me ta. Kështu që s'ka pas në isan tjetër, veç mja u bu me dije që për qata që kini po, na kini thone, kështu, ma herët s'ka egzistu, po që tash është. Kështu që Shtash është për një me. me dije që për ndryshë shumë mirë. Ta në herën e parë kur kom shku, te këta, kur kom shku tash në cilësin tjetër, ta dhe me folë. Se di, mirë, nice, më kanë pritë shumë mirë dhe për një me tash jo që po du m'ja këthy lavdatën, po unë I në shoh njëjtë si familjen temë dhe janë shumë të, edhe pse janë të lufte, se janë pjesëtarë të UÇK, se janë kështu,
prap kur vjen puna për me po muhabet me ta janë butë dhe janë kuptueshëm. Shumë mirë, e përkufizove tamam. Shumë mirë është Drenica, cilën këngë patriotike që tash hiç po foli mo. Për ndërprej ashtu. I përshëndesim edhe. I përshëndesim të dy parë. Cilën këngë po na kënon Drenica për të. Një këngë patriotike, jam një Drenica, mësë më na kënon një këngë patriotike nuk shkon. A din këtë janë nisin më thonë mu qysh nuk ishtin e me kënu e a di për qa u varë dhe e këne, a ne kështu që. Emri Drenica mirë the te, mos me kënu këngën Drenica ime. Qysh? Nuk ka. Kështu që, po vazhdojna për ndëgjojna që të këngë për juve. Kurës derën se po vjen miria bashk me pranverën to ke duka gjinit jo nuk po është tjetër se del bukare prap nga masja vjetër kam dhe pak baroca me djeg Balkanin brap këto shtat krajli kan me mani zanin se un jam Kosova që e kam adet more nga një pasho me mbyt për jeto jetën e kam dhe kjevdekjen e kam jetu se un jam Kosova që nga pëllumis des se në Shqipni pra Zotit dhe Shqipni do vdesohet. Kesh ka gutna me thonë Drenica knofsh gjithmonë, po kështu që Drenica durim knofsh gjithmonë. Shumë faleminderit për këtë super këngë, se për një mesar e Nina dyqysh gjithë halja ma e mirë shkon të bo, po më po më intereso me ditë sa është e vështirë mu koordinu për me knu bashk. Se me knu në njëri dyqysh kënon që shdën vetë, apo din, po kur knujnë dy dhe të mu përshtat zoni pak, me sa e dion, me sa këni. E vështirë është atëherë kur ki punë me dikon që nuk është në frekuencë tonë edhe nuk ka një orit mjaftueshme. Kur ki punë me një njeri talentum edhe që e nje muzikën, atëherë është shumë e lehtë. Që unë nuk e kom pas problem me Drenicën asnjëherë me përçta për i fillimit si ka orë në band, me njëherë ja kom nisë me bashkëpunu me tas. është super e talentum, kështu që e kam shumë lehtë me ta. Sa shpesh të livdon që është po më intereson me ditë. Shumë shpesh. Shumë shpesh para njerëzve më livdon, që është Veç para njerëzve? Para njerëzve dhe mu më thu vetë, kështu edhe vetë kur jemi pa njerëzve. Po që është edhe durimi e kemi shumë të lehtë me bashkëpunu, kështu që do më thonë tash edhe kemi arrit me një pikë që nuk kena nevojë me folë, vis me sy mire, me vesh që çka po dojna me bo, edhe në përmbrëmje, edhe në për ahengje, s'do kon. E të përmana edhe me një intervjist tjetër që edhe kur jemi në formë e dim për një tjetrin, edhe kur nuk jemi shumë disponim, ose për çka jemi në disponim me knu e dim, kështu që tash u bo shumë e lehtë. E përmana pjesën e mbrëmjeve muzikore, ka po jeni më shpesh, ka po ju bje më konë më shpesh në këtë periudhë? Gjithkond në për Kosovë. Shumë shpesh po jemi në përmbrëmje, normalisht pak më shpesh jemi në Prishtinë, po kemi fillu tash kohët e fundit me qenë edhe pjesë e ahengjeve dhe dasmave, kështu që në përmbrëmje po jemi pak më pak, shkaku që po jemi në për ahengje familjare, nuk është që nuk dojmë, po nuk po kemi hapësirë, kështu që kudo që po shkojnë apo bëhet shumë mirë, veç normalisht në Prishtinë bëhet pak më mirë. Zim se pritash keme thonë, ose prej neve, ose prej këtyne bëhet më mirë, po mirë që najt e ka Prishtina qëto. Krejt shteti, normalisht, se në Prishtinë ka njerëz prej krejt vendeve, nuk jam veç Prishtinali, do më thonë vendas, kështu që për çfarë arsye është pak më mirë. Cila është një këngë që lypin zakonisht në përmbrëmje muzikore, që vrejnë, që çdo natë ku jeni, çaja këngë nuk mungon? Si të që e kërkove dhe kolegët e tonë, këngë patriotike, kështu që
për që ta veçohemi edhe zakonisht në për çdo mbrëmje nuk mundemi me ikë që saj këngëve patriotike gjithmonë I kemi prezent në repertuar. Po do më ju pyet pak a shumë se përmendët edhe pjesën e arhigjeve familjare, pyetja më kanë të më thonë edhe në përdarsma. Qysh po shkon që kjo pjesë? Për juve se nashta është viti I parë që jeni të e bo, se që sa kohë e bëni këtë pjesën më shkon edhe në përdarsma? Faktikisht, si vjet I bjen viti I tretë, vitin e parë e kem bo po shumë pak. Vitsa jemi hi, vitin e dytë, vitin e kalum, e kena pas shumë mirë, edhe kem pas shumë kërkesa, edhe kem kalu shumë mirë. Jemi hi pak ma vonë se kemi shfrytzu kohën mu përgadit, që kur t'him në punë të re me qenë mi dal në krye kështu mirë. Për ndryshe, ahengjet familjare, dasmat janë përgjithësi pak më e madhe se sa mbrëmjet, se në mbrëmje njerëzit vinë me këqyr çka këndon ti edhe me pa programin tënd. E në ahengjet familjare duhet më përshtatë rrethit edhe familjes edhe ka pak edhe kërkesa. Po edhe duhet me pa qysh I kanë traditat e kulturën, se secila territor tash është ndryshe I ka vallet ndryshe, I ngojnë muzika tjera, I kanë edhe është përgjithësi pak më e madhe, po na njëherë kemi shfrytzu kohën mu përgadit mirë për atë punë, kështu që tash pe bujmë atë punë të kënaqen e po kënaqem edhe na vetë. Se unë e them shumë shpesh, po shumë me rëndësi kur shkojsh muzikë me qenë I përgaditur mirë për punë me shijuti qatë performancë. Në momentin kur artistat në skenë kënaqen, nuk do koment që edhe publika kënaqet. Në momentin kur artistat e kanë naj pasiguri edhe nuk janë bash rahat, të tjerët nuk instinktivisht e din që diçka nuk është të shku në rregull edhe nuk e shijojnë ato. Po, na jemi kënaq shumë, kjo na ka nimu edhe energjia, frekuenca që e kem me Drenicën, po ashtu edhe me djemt që I kemi në bend, na jemi shoqni edhe jashta muzikës, me ata djemt, edhe kalojmë shumë mirë edhe jashta muzikës, kështu që ajo reflekton edhe në skenë jemi tu lujt, tu kesh, tu bum atmosferë me tjerë, po edhe familjarëve ju doke ma të ngratë se na dhe vetë jemi familje. Po qajo. Kështu që ju doke ma të ngratë për ata, edhe për një mek tash e shfrytëzoj rastin mi falenderu se cilën që na ka pas edhe na ka besu me na pas na hengjet e tyne, jemi kënaq shumë, edhe me secilin familje, me secilin antar kemi kalu shumë mirë, që për kundër 10 radasma që I kem pas vitin e kalum, nuk e di as një moment, as një koment keq që I kemi pas për dikuj, lene mu na I sen ma shumë. Pas një koment keq nuk I kem pas as një. A moni men darsmën e parë që jeni kanë? Ku jeni kanë? Ku jena kanë? Dasmën e parë. Se di. A o konë moti kohë? Po ka kohë, po... Para 3 vite. Tash viti 3, para 2 vite. Fejes. Fejes. Fejes ka. Njëtë njëri se mu feju se mu martu njëtë. Po që do deshta me lidhë se edhe fejesat tashmo thujset njëta si dasmat, kështu që... Veç fustani po ndryshon, një I bardh po I kuq. Veç qajo e njëta, komplet. Po më intereson me disat janë komentet që I merrni zakonisht prej dasmorëve. Se që tha dhe durimi ata ambientohen me juve, ose qatë shumë përshtaten të pas parasysh që jo familjar, ata familjarë dhe shkon komplet mirë, po cilat janë komentet të zakonisht ja u thonë? Komentet që shëva dhe durimi gjithmonë janë për komplet bendin, që kjo energjia që e kemi me bendin, zakonisht që e përcjellëm të tjertë, edhe komentet janë për tyne që ato se komplet shumë të mirë, edhe këta djemë shumë të mirë, edhe te e mirë, edhe këj mirë, edhe këjt mirë. Që kjo pjesë në pëthonë është ma shumë. Po më interesa me ditja, po me knu një këngë darsma. Oha! Që kjo ke pa plan, vallaj. Jo na e knojna, po se kena një instrument tjetër, me gitarë. Shkoder, dhe me gitarë. Të bojna një diçka sefte. E dhe knoj Marianitën. Moni amase. Jo. Nuk jam e gashme për kësi sene, jo. Nas kem gashme. E lipe. Qëre, për unë nuk e kam seftën, se unë kanë knunja 2-3 herë, që ata dëshirës po mdoket në mona I sen, po nuk është po ma shtynë, sa po më knojnë. Eşke moj goce,
që por I ke shpia, e shke moj goce, që por I ke shpia. Kam hallet e mia quno, më ka shamia. Kam hallet e mia quno, më ka shamia. Goce vogëlo, ani se qma doqe, o moj zemrëno. Goce vogëlo, moj goce vogëlo, ani se qma doqe, o moj zemrëno. Super, sa përsip të ke. Po vallë kanë mirë kamermanat more. Për një me apë se po të të Kështu që shumë mirë. Kështu që atja u jepi një supozim, ose një këse, kur t'ju vina I kush për me kësy ndash, ma thëni ta kam morat e tonë. Vallën e bureku. Unë I thëmë vallë e bureku. Sa I keni metrën djem? Miru më bashkë më thani për shto sene. Kështu që, po falenderit shumë, ke shumë mirë, si spontan që ke që dhe mu merë vëq hajt, ke shumë mirë, falenderit shumë për juve. Po do mirë veta keni vendos me bona I kongë, kështu ju dy për njën I tjetrin kur martoni. Se po më duket, ketë këngëtartë, pe bojnë ka një kongë që shtu kur po martohen për vete. Na I kena bo pa u martu, tash pa me. Pa, më duket martohen qa Na, bëjna. me thash na, mo jo na. Që na bojmë kongë dhe bojmë kështu kur të ndjejmë, jo pse duhet ose pse e kanë bo krejt kombëtar tjerë. Kur të ndjejmë me pas diçka ose kongë ose ashtu, po pse ja. Kështu që në planet e juja mundet një një qenë. jetën edhe një kongë është. Se s'kallzove që është ka shumë antek. Se ti nuk kallzove për që Sot t'jes. është bile sot është kursy diçka, po më Po, habit. po, jo. Nuk e di qa ka, është kursy, ama të shohin. Shumë mirë, po më pëlqen kështu që super ke. Bravo Drenis, bravo Dren, falenderit shumë që një kasët me mu. Faleminderit juve. Nuk po di mo qa me ju vetë, qa që shumë do me thonë u shku biseda rrjallëshëm, so që nashta kom pos nëjse në shkrune dhe kom harru me hinë telefoneve këqy qa kam ju vetë, kështu që shumë falenderit për juve që një koncert me mu. Përndryshe që kjo është qëllimi jonë në intervist, me të bo me harru aty skenarin edhe mu familiarizu edhe ti me neve dhe me bo muhabet. Më morë në përdashma dhe mu me ju. O me bo muhabet ta mon shlirë si kur t'ishim një dhomë në shpe. Kështu shumë faleminderit edhe një herë, edhe masi e nesëm pa kong, po vetë sa kënut nuk pëdia mi është një me kënu dhe njerë për ma përmbyllu emisionin, kështu që ju që shdani, për meje I shkon mirë, nuk po me shu Drenica dhe qysh. Pe kërkoj një kong për Drenicës, nuk pe kërkoj, po pianisi me lujt edhe kjo leta këndër. Edhe kjo e në valla mas teje. Me qenë se jemi tash të festat e Marsit, një kong të Ilir Shaqirit, nuk mundem Ilir Shaqirit me... Edhe këtë s'bësoj që të Drenica jo se Iliri jo, ne? Edhe aty më pëlqen një strofë që flet diçka, ndëgjani mandej, strofa dytë që a thotë. Prime që ka që ta të përmbyllën e nash jemi javë në ardhshme. Unë për ju do rritë tretem, asa qiri të mos metem, të venitëm të digjem dot, këtë dëshire kam sa mot. Jo as jarit nuk I druhem, dhe kur s'dua që të shuhem, do të digjem me dëshirë, që të bëj dritë sa më mirë. Më shfalur mua durimi, andaj po digjem si trimi, që të jeni ju më mirë, të mos betni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se digjem shpejt. Mos harroni ju të si Trimërin e bujarin.
tha durimi ke, më është falur mua durimi, se ka menu që se kapa. Që që tëmë që tash për një me. Tupo.